Ramazani është muaj i mirësive të mëdha. Në këtë emision, me Hoxh Ismailin do të fokusohemi pikërisht rreth kësaj teme. Se si arrihen mirësitë e agjerimit, se si arrihen mirësitë e muajit Ramazanit. Por para se të kalojmë pra tek trajtimi i disa pikave, duam që Hoxha na bëjë një përmbledhje të mirësive të Ramazanit. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Falënderimi takon Allahut të lartësuar, lavdrimet, bekimet dhe paqja qofshin mbi njeriu më të mirë, të dërguarin ton Muhammedin, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët ecin në rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Padyshim që muaji i Ramazanit ka mirësi të mëdha. Është një kohë që e ka veçuar Allahu i lartësuar. Allahu ka krijuar hapësirën kohore. Dhe ai ka përzgjedhur muajin e Ramazanit. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allahu thotë në Kur'an, Zoti yt krijon çfarë të dëshirojë dhe ai përzgjedh. Disa krijesa i ka përzgjedhur Allahu. Ka përzgjedhur profetët, ka përzgjedhur profetin ton Muhammedin alayhi salam, i cili është më i miri të dërguarve, më i madh i tyre, më i nderuari. Ka përzgjedhur ummetin islam, ummeti jon është ummeti më i mirë. Ka përzgjedhur Mekën, është vendi më i mirë, Ka'ben, është xhamia më e mirë, shtëpia më e dashur tek Allahu i lartësuar. Ka përzgjedhur muajin e Ramazanit, është muaji më i mirë i vitit, është muaj i veçantë, muaj i mirësive. Ka përzgjedhur natën e Kadrit. Prandaj njeriu duhet që t'i shfrytëzojë këto kohë, ta shfrytëzojë muajin e Ramazanit, të përpiqet të arrijë mirësitë e Allahut të lartësuar në Ramazan. Vërtet ai që përpiqet me besim i arrin. Nga ana tjetër ai që nuk përpiqet privon veten nga një mirësi shumë e madhe. Muaji i Ramazanit është muaji i agjerimit dhe Allahu i lartësuar shpërblen agjeruesin pa hesab, pa llogari. Veprat e kanë shpërblimin të caktuar, një e mirë deri shpërblehet nga Allahu i lartësuar me 10 mira deri në 700 fish, siç ka thënë Allahu i lartësuar në një hadith kutsi, pra është hadith që na ka përcjell profeti nga Allahu i lartësuar. Por Allahu thot illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih, për jashtim bën agjërimi, ai më përket mua dhe unë shpërblej për ta. Kjo do të thotë që agjërimi ka shpërblim pa hesab, pa llogari. Ka një shpërblim shumë të madh, që ne nuk e llogarisim dot. Agjërimi i muajit Ramazanit është i barabartë me agjërimin e 10 muajve, sipas një hadithi të profetit sallallahu alaihi wasallam. Muaji i Ramazanit është edhe shkak për faljen e gjunaheve. I dërguar Allahut ka thënë: "Men sama Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kush agjiron muajin e Ramazanit me besim dhe duke shpresuar vetëm shpërblimin e Allahut të lartësuar, atij i falen gjunahet e kaluara, por i falen gjunahet e vogla, ndërsa nga gjunahet e mëdha njeriu duhet të bëjë tauba, duhet të bëjë kthesë, duhet të heqë dorë prej tyre. Nëse një mëkat ka të bëjë me të drejtat e njerëzve, atëherë duhet të shlyejë detyrimin ndaj njerëzve, sepse mëkati që ka të bëjë me të drejtat e njerëzve nuk falet nëse njeriu, pra nuk mund të quhet e sakt taubja nga një mëkat i tillë pa shlyer detyrimin ndaj njeriu, pa i kërkuar hallashtin njeriu që i është bërë dëm. Pra muaji i Ramazanit është muaji i faljes së mëkateve, nëse robit nuk i falen gjunahet në Ramazan, kur do t'i falen gjunahet? Prandaj dhe profeti ka treguar në një hadith se meleku Xhibril ka bërë lutjen: "Men adraka Ramadan fa lam yughfar lahu fa dakhala an-nar fa ab'adahu Allah." Kush arrin muajin e Ramazanit dhe nuk i falen gjunahet dhe përpasoi ai hyn në zjarrin e xhehenemit, atë Allahu e largof nga mëshira e vet. Dhe profeti kur e ka dëgjuar këtë lutje ka thënë amin, ka thënë o Allah, pranoj këtë lutje. Kjo tregon domethënë që muaji i Ramazanit është muaj, është sebeb për faljen e gjunaheve, domethënë veprat e mira që besimtari kryen në Ramazan, si agjërimi, falja e namazit taravive, falja në natën e Kadrit dhe të tjera vepra që besimtari kryen në muajin e Ramazanit. Por ka njerëz që nuk u falen gjunahet në Ramazan, për shkak se
nuk i kryejnë veprat që kërkon Allahu subhanahu wa taala, për shkak se nuk bëjnë tobe për shkak nga gjunahet, ose nuk kanë shlyer detyrimet ndaj njerëzve, ose nuk e kanë përmbushur agjërimin siç duhet, nuk janë kujdesur për agjërimin, nuk e kanë ruajtur agjërimin. Në muajin e Ramazanit Allahu i lartësuar liron njerëz nga zjarri i xhehenemit. Në çdo natë muajit të Ramazanit liron Allahu njerëz nga zjarri i xhehenemit. I liron domethënë i shpall si të shpëtuar, të shpëtojnë. Se për çdo njeri është caktuar një vend xhenet dhe një vend në zjarrin e xhehenemit. Dhe nëse njeriu nuk shpëton nga zjarri i xhehenemit, përfundon në xhehenem. Në muajin e Ramazanit Allahu subhanahu wa taala, madje ka dhe një hadith që tregon se në çdo kohë iftare Allahu liron njerëz nga zjarri i xhehenemit. Sipas një hadithi tjetër, në çdo ditë dhe çdo natë Ramazanit Allahu i lartësuar liron nga njerëz nga zjarri i xhehenemit. Pra, ka hadith që thotë në çdo natë Ramazanit Allahu liron njerëz nga zjarri i xhehenemit. Ka një hadith tjetër thotë në çdo kohë iftare Allahu liron njerëz nga zjarri i xhehenemit. Sipas një hadithi tjetër, në çdo ditë dhe çdo natë Ramazanit Allahu liron, domethënë shpëton njerëz nga zjarri i xhehenemit. Muaji i Ramazanit është edhe muaji i pranimit të lutjes, prandaj sipas një hadithi në çdo ditë dhe çdo natë Ramazanit Allahu, besimtari ka një lutje që ja pranon Allahu i lartësuar. Ta shfrytëzojmë netët dhe ditët e muajit të Ramazanit duke bërë lutje, sidomos netët e 10 netëve të fundit të Ramazanit, netët tek të 10 netëve të fundit, sidomos natën 27, që me mundësinë më të madhe është nata e Kadrit. Pra, të bëjmë lutje Allahut të lartësuar me shpresë se Allahu i lartësuar do të pranojë lutjet tona. Sipas një hadithi tjetër, profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë agjëruesit, pra i pranohet lutja. Agjërimi ndërmjetëson për robën tek Allahu i lartësuar ditën e gjykimit, sipas një hadithi të profetit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, në muajin e Ramazanit hapen dyert e xhenetit, mbyllen dyert e zjarrit të xhehenemit dhe lidhen shejtanët. Pra, shejtanët nuk arrin që t'i tundojnë njerëzit në muajin e Ramazanit. Dhe kjo është një nga mirësitë e muajit të Ramazanit, që besimtarët, që muslimanët kenë mundësi në këtë muaj të bëjnë vepra të mira, të arrijnë kënaqësinë e Allahut, të bëjnë tobe, të bëjnë kthesë, të bëjnë ndryshim, fitojnë takwa në muajin e Ramazanit. Në muajin e Ramazanit Allahu i lartësuar mëshiron njerëz, fal njerëz, pra është muaj i bekimeve, i faljes, i mëshirës, muaj i madhërueshëm i Ramazanit. Kush përmbush shtyllat e Islamit dhe krahas tyre fal dhe namazin e taravive, sipas një hadithi, arrit gradën e njerëzve dëshmorë dhe të çiltur tek Allahu subhanahu wa taala. Edhe namazi i taravive ka një mirësi shumë të madhe, sipas një hadithi të profetit sallallahu alaihi wasallam, kush fal namazin e taravive me iman, me besim, dhe duke shpresuar vetëm shpërblimin e Allahut të lartësuar, atij i falen gjunahet e kaluara. E përmend edhe hadithin e kaluar që kush përmbush shtyllat e Islamit dhe krahas tyre fal dhe namazin e taravive në netët e Ramazanit, ai do të jetë në gradën e njerëzve dëshmorë dhe të çiltur, domethënë do ketë shpërblimin e tyre në xhenet, që është një grad shumë e lartë në xhenet. I dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam sipas një hadithi tjetër ka përmendur se kush fal namaz me imamin, derisa jep selam imami në netët e Ramazanit, kush fal namazin e yatsis me imamin dhe vazhdon të fal me imamin namazin e taravive dhe namazin e vitrit derisa të jap selam imami, prandaj këshillojmë besimtarët që të vazhdojnë të qëndrojnë me imamin derisa të falin namazin e vitrit dhe të japin selam bashkërisht me imamin, në mënyrë që ta marrin sevapin, shpërblimin, sikur janë falur me imamin gjatë gjithë natës deri në agimin e saj. Kështu ka përmendur profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith. Agjërimi është mburoj, e mbron njeriu nga zjarri i xhehenemit, e mbron robën në këtë botë nga të këqijat, nga veset e ulta, nga moralet e këqija, nga gjunahet, por duhet shërbej si mbrojtje agjërimi. Dhe si rrjedhim është dhe mbrojtje nga zjarri i xhehenemit. Agjëruesi i ka dy gëzime, sipas hadithit profetit sallallahu alaihi wasallam. Kur çel gëzohet që ka plotësuar ditën e agjërimit, po shuan etjen, po shuan urin, dhe kur të takohet me Allahun në ditën e gjykimit dhe do të marrë shpërblimin e agjërimit, do gëzohet me shpërblimin e madh të agjërimit. Nata e Kadrit është nata më e mirë e vitit, është një nga 10 netët e fundit të Ramazanit, me mundësinë më të madhe është nata 27. Edhe kjo është, domethënë, është më e mirë se 1000 muaj, si ka përmendur Allahu i lartësuar në Kur'an, domethënë adhurimet, ibadetet, namazi në natën e Kadrit është më i mirë se sa
ibadeti, adhurimi në 1000 muaj, një mirësi shumë e madhe e muajit Ramazanit.